kanë dhënë dhe kanë përmbushur edhe ato disa misione në shpëtim të kësaj kategorie të cilët vulnerabël ku disa arritje dhe suksese janë bërë. Kemi parasysh edhe rikthimin e fëmijëve apo ndërmjetësimin e shteteve të caktuar në rolin dhe misionin e tyre të shërbimit të mirë për të ndërmjetësuar dhe për të arritur disa suksese edhe në këtë drejtim, qoftë të linjës mes Katarit, Arabisë Saudite e tjerë. Mirë, zoti Lezi, ndërkajshë do të shndrohet dhe shkëmbimi i të burgosurve në një lojë cinike politike që do të vonojë kështu pra drejtësim për viktimat e luftës, duke parë nga marrëveshjet që janë arritur pra të këtyre bisedimeve të paqes edhe në raundin e parë dhe në raundin e dytë? Nderuar, kjo mund të konsiderohet edhe si cinike në kuptimin e asaj seriozitetit të diskutimeve që i bën, duke i keq përdorur edhe kauza të caktuara, elemente të caktuara këtyre bisedimeve, kemi parasysh qoftë rastin e Burgosëve, por rastin edhe Minorenve, por kemi parasysh që një vullnet i shprehur i palëve në diskutime është konkretizuar, kanë disa arritje apo disa marrëveshje të natyre janë bërë dhe nga dy palët janë bërë ndërshkëmbime të Burgosit, po kemi parasysh një problem i madh që haset këtë temë është edhe për sa i përket edhe drejtësisë për viktimat. Kemi parasysh që backgroundi i Burgosit të cilët janë kapur si tillë në vijën e frontit, është i tillë saqë ndaj tyre mund të adresohen edhe krime lufte dhe si tillë drejtësia penale nuk duhet të hezitojë të jap fjalën e saj. Por pavarësisht përpjekjeve që ka bërë faktori ndërkombëtar dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në lidhje me adresimin e këtyre përgjegjësive si krime lufte, kemi parasysh që rrugja nuk e njeh jurisdiksionin e kësaj gjykate, por nga ana tjetër edhe palët të cilët janë përfshirë këto negociata më së shumti i intereson arritja e paqes dhe marrëveshjes, përkundër çdo lloj përshkallëzimi që mund vi për shkak të këtyre problemeve. Këto dy palët janë në pozicione rigjide të tyre për sa i përket qëndrimit ndaj robëve të luftë, dëshirës për të negociuar lidhur me to, por edhe për sa i përket adresimit përgjegjësive, për sa i përket dëmet luftës apo gjithë fatkeqësive dhe pasojave të saj. Dhe si e tillë kjo do parë në harmoni me gjithë objektivat që synohen të arrihen përmes marrëveshjes, pavarësisht tyre palët gjithmonë japin disa sheja edhe bashkëpunimi apo të vullnetit ku qoftë në rastin e Burgosëve, qoftë në rastin e fëmijëve apo disa koncesione që mund të japin njëra tjetër për kërkesat e tyre, janë të tilla gjithmonë në funksion të arritjes qëllimeve dhe objektiva maksimaliste. Kemi parasysh që Rusia ka dalë dhe deklaruar me qëllim maksimaliste në funksion të asaj që ai nuk tërhiqet prej saj dhe sinjali është që këtu synohet të arrihet dhe synohen të arrihet për të dhënë mesazhe force dhe mesazhe të asaj që vullneti për të vazhduar luftën është i tillë saqë ose u përmbushën këto të tjerat janë parëndësishme në lidhje me Ndërkaq, zoti Lezi, apo e përdor Rusia dialogun si një mashtrim për të fituar kohë dhe për të planifikuar kështu pra edhe ofensivën e saj të radhës, ndërkaq a do dorëzohet dhe Ukraina përballë presionit ndërkombëtar duke rrezikuar kështu territorin dhe sovranitetin e saj? Dihet që Rusia është një dhepër e vjetër në diplomacinë botërore dhe gjithmonë në kufitet për diplomaci dhe diskutimet për arritjen e marrëveshjes, ajo i përdor gjithë këto instrumenta në funksion të kujt arritjes objektive e taktike dhe strategjike. Qëllimet e saj janë deklaruar me minister pikash, edhe Rusia e përdor këtë edhe për të fituar kohë në funksion të asaj që Ukraina kërkon 3 ditë arpushim, ndërsa Rusia kërkon çfarë 2-3 ditë thjesht për të tërhequr robërit e luftës dhe për të ripozicionuar forcat e veta në teatrin e luftimit në zonat e pushtuara të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër nuk heziton për të rideklaruar edhe një kërkesat e saj të cilat janë pa pranueshme nga ana e palës së Ukrainës, kemi parasysh statusin neutral të Ukrainës, posaderimin e saj NATO, dinastifikamin e ushtrisë, forcave mbështetëse, madje ka shkuar sfundi deri atje që ka kërkuar dhe zgjedh legitimitetin e leadershipit Ukrainës përmes një procesi zgjedhor një mujor, brenda 100 ditë, si kundërheqjen e sanksioneve e shumë të tjera të cilët në këndvështrimin e Ukrainës dhe jo të Ukrainës janë të papranueshme. Ndërkohë që ka kërkuar ndër të tjera dhe heqjen e mbështetjeve perëndimore dhe mospërfshirjen e tyre apo mospërdorimin e teknologjisë dhe armatimit dhe logjistikës ushtarake perëndimore në vijën e teatrin e luftimeve.
si kundër ajo që thamë, që është kryesorja, statusi neutraliteti sa dhe mos aderimi i Ukrainës në NATO apo mos kërkimi i dëmshpërbimi për pasojat e luftës. Ndërkohë që Ukraina ka kërkuar pa pjesën e vetë kërkesat, të cilët në vështrimin e palësuese dhe ato janë të parezueshme, si kanë bëjnë me Putin, me tërheqjen nga zonat e pushtuara, Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhzhia. Pa përfshirë këtu krimet që quhen si fita komplet, diçka që është ezaruar tash. E qartë. Mirë, zoti Elezi, për ta mbyllur sepse jemi në fund. Jo, ndërkohë na sindiot me që ishte pyetja edhe për Ukrainë. Ukraina është deklaruar përmes presidentit saj që është në mbrojtje e interesit të kombit, të sovranitetit dhe integritetit të saj dhe po bën gjitha përpjekjet për ta ruajtur këtë dhe nuk bën asnjë lloj hapi pas, madje kërkesat e saj janë ultimative. Po pra shkosa që nga dy palët janë ultimative, këtë të thotë që do na është e vështirë për të arritur marrëveshje dhe mund të kemi një përshkallëzim të ri të konfliktit, i cili do të kemi të kujdesëm, kemi parasysh sulmi i cili thamë kryetarës i ofensivës Ukrainës që ishte karakterit strategjik për objektivat strategjik të Rusisë, po themi para bërthamore, sepse aty u goditën aeroporte, aerodrom të cilët ishin arsenali i armatimit strategjik në një linjë, po themi rreth 5000 km2, për treguar dhe forcën e saj, që unë jam aq i aftë për të kërkuar edhe në tërheqjen e bisedimeve që nuk çoj për sa i përket sovranitetit, mbrojtjes së interesit kombëtar, integritetit e kështu me radhë, që i kam të kapacitet. Qartë, mirë zoti Elezi, për ta mbyllur ju lutem shkurtimisht, ndërkaq apo i afrohemi një momenti të errët në histori pra ku diplomacia duke parë dhe zhvillimet e fundit të këtyre raundeve që janë zhvilluar në Stamboll, diplomacia dështon pra dhe lufta merr një hovë të pakthyeshëm, dhe mund të kemi tragjedi të tjera sa i përket kësaj. Po, siç e thamë edhe në parashtrohem gjatë gjithë kësaj analize, nderuar diplomacia për i të vërtetë pavarësisht përpjekjeve që i bën, nuk po jep ato frutet e dëshirueshme, sepse dy palët të cilët janë të përfshira dhe vendimarrëse në këtë proces janë në pozicionet e tyre kërkesa maksimaliste që nuk pranohen dhe nuk realizohen dhe përmbushen respektivisht nga njëra tjetra. Janë ato kërkesa që kishte Rusia, të cilët janë në 6 kapituj, rreth 31 të tilla, sikundër ka edhe Ukraina nga ana tjetër që nuk pranohen dhe nuk refuzohen. Dhe pra shkosa që dështon diplomacia, opsioni i luftës dhe vazhdimi i saj në një nivel dhe një hovë të më të madh nuk përjashton si mundësi dhe ne po e shohim konkretisht edhe në teatrin e luftimit ku ka përparime të dukshme po edhe të padeklaruara të Rusisë në krajinat në zonat e pushtuara në katër të tilla, ndërkohë që në të tjera Rusia ka kërkuar çfarë edhe tërheqjen e Ukrainës nga zonat të cilët është përfshirë në Rusi, por që mund të kemi edhe një përshkallëzim, por është një situatë që për të parandaluar pikërisht edhe skenar të shpërthimit të luftës tretë botërore, nisur nga fakti që Ukraina ndërmori një sulm kësaj natyre i paparësitë për gjatë gjithë periudhës së luftimit ku presidenti Zelenski e quajti si historik, që do të shenjohet në librat e historisë që do të analizojnë luftën. Skenari i një lufte bërthamore është i lufte edhe tretë, mund edhe diskutohet në kuptimin një shfaqje në element të kësaj natyre, kemi parasysh edhe ato që vetë perëndimi, po dhe SBA-ja në mënyrë të vazhdueshme kanë ndryshuar qëndrimet në raport me Rusinë, me